kohëve të fundit e kemi pa që ti ke humbë edhe babajin. Qka do t'jetë diçka që do të përcjell gjithmonë nga babajet? Është një temë hala e ndishme. Kom qenë pak ma lidhne, si fëmi. Falni. E di që humbja e babit ka prek edhe ndoshta nuk është në një periudhë të duhur që të flasim se tha që është shumë shpejt, por gjithmonë duhet t'i kujtojmë, apo jo? Pa tjetër, ti fillon e mësohesh me dhimbjen, po që dhimbjen e ki gjithmonë dhe sigurisht që prindi është prind, edhe është një pjesë që ty ka më të mungu ta njëtën, edhe që nuk mundesh me shprej ato që e ndjen, sa do